protesta ka sjellë turistët e aventurës që duan t'i bashkohen protestës. Dhe këtë nuk e mohojmë dot, por ajo që e para njëherë unë kam përshtypjen që protesta ka qenë një reklam falas për Shqipërinë shumë e madhe, sepse vërtet është një protestë, ka qytetarë të cilët po shprehin mendimet e tyre, por po ndodh në mënyrë paqësore. Pra ndoshta për herë të parë Shqipëria nuk po promovohet kjo Shqipëria agresive. Ajo që duhet të thënë domethënë është që nuk ka as edhe një lloj diference as për të mirë as për të keq. Jo, po nuk është se po na pengon. Nuk na ka penguar fare, përkundërzi ka shtuar një farë kurioziteti kur është madje ndër gjërat kryesore javët e kaluara, le të themi, që unë më është dashur t'ju shpjegoj turistëve që shoqëroja ishte se nëse konsistonte protesta, sepse shpesh herë natyrisht, domethënë, ajo çka është promovuar nëpër media ndërkombëtare është protestë anti Jared Kushner ose anti-Trump edhe protestë për natyrën, edhe unë ja u shpjegoja që është shumë se kaq. Pra do t'ju duhet që përveç shumë elementeve të tjerë të bëni dhe një shpjegim ekstra se çfarë ndodh aktualisht në Shqipëri. Paguajnë guidën që të informohen. Edhe prandaj edhe është guida fundit, prandaj është guida. Edhe unë po i tregoja domethënë që nuk është, ajo është thjesht sipërfaqësore, le të themi, ka shumë çka për fund, por që të them se ka ndikuar negativisht ose edhe në numër aq më pak, jo.